Ministri i Mjedisit Qetësor dhe Planifikimit hapësinor Muhamet Hoxha ka realizuar një brifing me gazetarët ku mesqjerash njoftoi se lufta kundër ndoqjes së ajrit do të zhvillohet përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse që përfshin kontrollin e ndoqjes nga industria, institucionet dhe anëvisrit, si dhe bashkëpunim ndërinstitucional lidhur me trafikun me zero tolerancë ndaj ndotësve. Ai informoi se ministria ka një plan veprimi afatshkurtër dhe një program afatgjatë të miratuar në qeveri, si dhe ligjin e ri për kontrollin e emitimeve të miratuar në shtator të vitit 2025, i cili hyn në fuqi në shtator të vitit 2027. Ligji parashikon rregulla shumë më të rrepta për lëshimin dhe mbikëqyrjen e leve ekologjike të kategorisë A dhe B, detyrimin e industrisë për përdorimin e teknologjisë më të mirë të disponueshme, si dhe përgjegjësi financiare në rast të shkeljeve. Ky ligj është plotësisht i harmonizuar me direktivat e Bashkimit Evropian dhe është miratuar përmes një procesi gjithëpërfshirës me debat publik. Mesqjerash Hoxha njoftoi se nga java e ardhshme do të fillojë takime me përfaqësuesit e industrive që posedojnë leje ekologjike të kategorisë A, me qëllim që periudha e adaptimit të shfrytëzohet në mënyrë sa më efektive. Ai tha se të gjitha lejet e reja ekologjike do të lëshohen sipas standardeve të reja më rigoroze, po ashtu ai propozoi një masë të re ndotës i paguan sipas të cilës industria do të mbulojë shpenzimet për largimin e rrezikut, sanimin dhe kompenzimin e drejtë për dëmin e shkaktuar në mjedis jetësor.